Ora në studion tonë shënon 9:20 dhe sot do flasim për një ngjarje që ka ngritur lart kulturën dhe letërsinë shqiptare përtej kufive. Fjala Fest, festivali i letërsisë shqiptare që u mbajt në Milano nga data 26 deri më 28 shtator dhe që bashkoi shkrimtar, poet, përkthyes e studiues nga Shqipëria dhe Italia. Në këtë festival mori pjesë edhe një emër që publiku ynë tani më e njeh mirë. Lulzim Aziri, poet, gazetar dhe korrespondenti jon nga Gosivari, i cili përfaqësoi me dinjitet krijimtarinë e tij dhe zërin e poezisë shqipe në këtë aktivitet ndërkombëtar. Sot do flasim me të për përvojën në këtë festival, për letërsinë që sfidon kohën dhe për rrugtimin e tij artistik e gazetares. E ftoj tani në studio për ta përshëndetur si koleg, mik dhe si poet. Përshëndetje dhe mirë se më erdhe, Luli. Është shumë kënaqësi që të kemi. Vendi juaj është aty. Urdhroni. Pas një periudhe të gjatë në plan për të pas në studio, pas të gjitha raportimeve që i kemi vazhdimisht nga Gosivari, por që sot për një sukses tjetër të radhës tuaj. Sigurisht sebepi është i mirë për të parë me njerëzit, gjitha, po edhe për të shpërndar me qytetarët, me lexuesit, sepse çdo suksesi një artisti nuk do të kisha atë peshën e duhur nëse i njëjti nuk shpërndahet edhe me shikuesit, lexuesit dhe kështu me radhë. Dhe gjithë ata që na ndjeken. Sot në një këndvërshtim tjetër, sot do flasim si poet me Lulzim Aziri dhe jo si gazetar dhe korrespondenti joni që çdo herë na sjell informacionet më të freskëta nga qyteti i Gosivarit. Do të flasim për përvojën tuaj në këtë festival që vërtet është një festival që vlen të ndiqet, edhe nëse nuk je pjesëmarrës, të paktën të ndiqet nga afër. Ju qelluat mirë sepse qelloi edhe java e modës në Milano, kështu që e patët një elaborim ndoshta të kulturës gjithëpërfshirëse të qytetit të Milanos dhe më gjërë që e ndjekin çdo herë edhe këtë javë, por edhe këtë festival. Tash manifestime letrare mbahen gjithandej. Po është habi se si një manifestim i cili është mbajtur më 26 dhe deri më 28 shtator, si që përmendet e ju, ende përmendet, ende shkruhet në për shtypin kulturor, për kulturën dhe kështu me radhë. Ishte një manifestim që kërkonte përkushtim dhe dashuri. Sigurisht që organizatorët, Besmir Rjolli mbi gjitha, i cili ishte presidenti shoqatës Dora e Pajtimit, po gjithashtu menaxhonin edhe një qendër kulturore Slow Mill në Milano, në qendër të Milanos, mu afër shtëpisë muzeet të Ibrahim Kodrës, e cila ishte afër kësaj qendre kulturore, dhe sigurisht që e gjithë kjo nën barën e kuratorit Stefan Çapaliku, i cili u kujdes që festivali të ketë një përmbajtje, të ketë një përfshirje dhe kështu me radhë, u organizua një aktivitet i cili ja ende folet për të. Dhe sigurisht që do të folet për derisa një aktivitet bëhet me dashuri. Sepse nuk mjaftojnë vetëm për krahja që duhet dhënë dikujt për të organizuar një aktivitet. Detyrimisht duhet flitet për një aktivitet të përmasave kaq të mëdha. Sigurisht që nëse nuk je i lidhur emocionalisht, sepse marr pjesë në shumë aktivitete, nëse nuk lidhesh emocionalisht për një aktiviteti, për një festivali, të themi, nuk kalon festivali, kalon edhe për shtypjet e tua për atë. Po megjithatë ky ishte një festival tjetër fare, sepse për 3 ditë u bisedua për kulturën në qendër të Italisë. Dhe ishte e habitshme interes. Përvojë e re për juve. Për mua, sepse jam mësuar, nëse shkojnë në perëndim në Zvicër, kudo qoftë në Gjermani, te na vetëm se nëse ka ndonjë kafe me muzikë, ose nëse vjen ndonjë hoxh, sigurisht që mblidhen gurbetësit tanë. Po të ketë përmbajtje kulturore për atë komunitet i cili jeton atje, s'kisha hasur në një formë dhe në një forcë aq të theksuar. Për 3 ditë vinin themi shqiptar dhe italian, ndishin aktivitete, qelloj që tjetë shtunë dhe diell dhe me skepsën tonë sigurisht që nuk do të ketë publik. Po jo. Dhe fokusi do jetë java e modës pastaj. Fokusi do jetë java e modës. Java e modës ishte tjetërkund, ishte në ato sfilatat e modës, në qendër, në rrugë, gjithandej ishte. Po edhe ishte një sfilat
kulturore për brenda klubit Slow Meal, ku për çdo ditë, nga ora 9-10 si fillonin aktivitetet, deri në mbrëmje rrjedhin aktivitete të ndryshme, përmbajtje të ndryshme dhe interesimi i gjithë atyre kurbeçarëve ne i quajmë, po ato ishin më të integruar në shoqërinë italiane. Vendas llogaritën tani. Llogariteshin vendas dhe të tillë edhe ishin në atë jetën e tyre komunitare që e zhvillonin, sigurisht që ishte një befasi, një interesim aq i madh për çështje kulturore. Kishte debate dhe lexime letrare në një nivel që zori hasim edhe në qendrat kulturore, qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë apo Shkupet e Tokë. Pra në një qytet të Italisë zhvilloheshin aktivitete, debate, lexime letrare dhe kështu me radhë. Unë me këtë rast kisha dashur përmendi përbërjen e vetëm grupit tonë prej letrarëve që ishim nga Shqipëria, Malizi, Kosova dhe Maqedonia. Pra ishte Visargjiti, një emër i njohur i letërsisë dhe i poezisë shqipe. Ishte Stefan Çapaliku, që është një akademik dhe ishte kuratori atij aktiviteti. Mos e harrojmë, kisha dashur të na jepni një kopje që t'i lexojmë, që t'jem korrekt ndaj gjithë atyre, sepse ishte një grup mbi 10 vetë që morëm pjesë. Ishte Selma Dino, Durim Taçi, Virion Graçi, Ndue Ukaj, Ledia Dushi, Marcela Neni, Mark Ludzione dhe Andreas Dushi. Pra ishte një përbërje geografike, do të kisha thënë, po edhe moshash, edhe zhanresh. Kishte edhe pjesë proze, qoftë tregim, qoftë pjesë nga ndonjë roman, po kishte edhe poezi. Edhe poet. Më thuaj se si erdhi deri tek ftesa për të qenë pjesë e këtij festivali kaq madhështor? Ftesa më erdhi nga vetë kuratori i këtij manifestimi, i cili kishte vendosur që përfaqësimi të jetë më gjithëpërfshirës, të ketë edhe përfaqësues edhe nga Maqedonia, edhe nga Malizi, edhe nga Kosova, edhe nga diaspora, sepse Zoja Dino është shtetase italiane tashmë, ka migruar nga Shqipëria në vitin 1991 dhe më ftoi Stefan Çapaliku mbi gjitha, i cili kishte përgjegjësinë e aktivitetit letrar që mbahej në kuadër të Fjala Festit, ftesë të cilën e pranova me kënaqësi. Si rezultati këtij aktiviteti është edhe kjo Antologia degli autori contemporanei albanesi, antologjia e autorëve shkrimtarëve bashkëkohor shqiptar, ku jam i përfshirë edhe me 4 poezi, të cilët janë të përkthyera në gjuhën italiane. Po me gjuhën italiane, se Fabio dhe Criselda Roci janë njohës të mirë të gjuhës shqipe, dhe mbeti si një rezultat nga gjithaj aktivitet. Ja, tek e kemi, kamera nëse ka mundësi kur të ketë kohë ta fokusoj. Mbeti si një rezultat nga gjitha aktivitet kjo antologjie, cila është një formë mirë për të njohur lexuesi italian, për të njohur letërsinë shqipe. Nuk pretendon të jetë gjithë përfaqësuese, një antologji përfaqësuese, po sigurisht që lexuesi italian do të gjejë brenda kësaj antologjie, do të krijojë imazhin e tij, njohjen e tij për letërsinë shqipe, për stilet, për nivelin artistik letrar të letërsisë shqipe dhe kështu me radhë. Dhe sigurisht që një libër si ky do ndihmojë që edhe letërsia shqipe të jetë më e përfshirë në tregun italian, sepse aty kishte edhe përkthyes italian, të cilët në takime me autor sigurisht që gjejnë një punë të tyre të mëtejshme, të cilët do të përkthejnë letërsinë shqipe dhe do të përfaqësohet letërsia shqipe edhe në tregun italian. Mos harrojmë të theksojmë se italishtja është gjuha në të cilën përkthehet më së tepërmi letërsia shqipe. Dhe për habi e dyta... Kjo e ka bërë nga që ka shumë shqiptar të Shqipërisë që jetojnë atje, ose? Po edhe interesi, lidhjet kulturore mes Shqipërisë dhe Italisë janë të vjetra, janë më të theksuara, dhe sigurisht që edhe njohësit e mirë që janë
të italian të gjuhës shqipe, por edhe shqiptarë që e kanë ngritur nivelin e gjuhës së tyre, gjuhës italiane, kanë ndikuar që letërsia shqipe të jetë më e përfshirë në Itali. Është më rëndësi, theksoj se gjuha e dytë, ku letërsia shqipe është më e përkthyer, është gjuha maqedone. Dhe sigurisht që vlen që kjo dukuri letrare të debatohet më tepër, të profilizohet më mirë se çka përkthehet, cila do të jetë ajo në vlera e letërsisë shqipe që duhet përkthyer edhe në gjuhën maqedone. Ky proces të jetë më i strukturuar. Dhe pastaj të promovohet e njëjta. I njëjta të promovohet dhe të jetë më i strukturuar që dihet dhe të njohim njëri tjetrin, sepse ne sigurisht që e njohim ka shqiptar, sepse jemi vendas këtu që e njohim gjuhën maqedone, është një përparësi për përkthimin e letërsisë shqipe në gjuhën maqedone dhe kështu me radhë. Pra e shohim se për këtë dukuri mungon debati këtu tek ne, edhe në Tiranë, do të kisha thënë, në ndërkohë që në Itali, në një qytet të largët të Italisë, zhvillohet një debat për përkthimin e letërsisë shqipe. Po ju me gjuhën italiane si ishit? Unë isha i vetmi ndër trallët aty që nuk e njihja gjuhën italiane, sepse po mendoj që edhe ta që ka pas edhe përkthyes dhe... Po, edhe pse jemi si popull bilingual, njohim gjuhët e fqinjve, gjuhët atyre me cilët jetojmë, njohim italishën, atë shqiptarët e Shqipërisë e njohin italishën, e njohin greqishën, këtu e njohim maqedonishën dhe gjuhën slave. Nuk kemi problem kështu, po gjuha italiane për ne shqiptarët e Maqedonisë është e largët. E largët, shumë e vërtetë. Por që kjo nuk ka penguar në këtë manifestim, pasi që ka pas... Më ka ndihmuar kjo që i shoh poezitë e mia të botuara në italisht. Kjo është një kënaqësi, një satisfaksion, sepse nuk kisha më parë poezitë të përkthyer. I lexoje në italisht? I lexonte aktori, ishte një aktor shqiptar që i lexonte poezitë. Po, sigurisht që fillimisht për publikun që ishte në promovimin e antologjisë, lexohej së pari në gjuhën shqipe, me qëllim që publiku italian ta ndjej tonalitetin, ta ndjej gjuhën shqipe. Pastaj Qyteza ishte një aktor i mirë, i cili i recitonte në italisht. Po, tema qendrore dhe kryesore ishte versus Europa, letërsia dhe përgjegjësitë e saj politike. Si u reflektua kjo në diskutime dhe çfarë mesazhe morët nga kjo? Ishte një debat tepër interesant për përgjegjësinë e letërsisë në kundërvallë politikës, ku ishte musafir Visargjiti, u moderua nga Andreas Dushi dhe studiuesi Arbresh Mandalaja ishte pjesë e këtij debati. U theksua se letërsia shqipe ka nivelin e saj, që nuk është e huaj dhe është në nivel të letërsisë evropiane, por që mungon një infrastrukturë më e zhvilluar dhe qasja ndaj librit si një vlerë e cila duhet të futur në treg. Dhe sigurisht që ne shqiptarët jemi më të hendikepuar në këtë drejtim, ndaj edhe aktivitetet të tilla, siç ishte ky aktivitet, dhe besoj se nuk do të mungojnë edhe aktivitetet tjera që duhet shoqatat tona që janë në perëndim të jenë ajo urë komunikimi, urë lidhse mes autorëve, artistëve shqiptarë dhe vendeve ku ata punojnë. E kanë edhe si obligim sepse janë të integruar në ato vende dhe kanë njohuri më tepër, kanë njohje dhe tyre për ambientin, për jetën kulturore që zhvillohet në ato vende dhe kështu me radhë. Por që realisht mungojnë, mire thatë që jemi mësuar ne nëse bëhet një manifestim apo një ngjarje që shënohet në qoftë Zvicër, Gjermani, apo këto vendet tjera që i kemi më shumë shqiptarët e Maqedonisë, dihet që ose ka ndonjë ligjërat fetare, ose ka ndonjë muzikë, ose ndonjë promovim këngë, ose të tilla. Krejt rregullësh ajo, këtë rregull, qytetari ka nevojë për përmbajtje të ndryshme shpirtërore. Por që mungojnë ngjarje të tilla letrare. Letërsia, arti figurativ, për shembull, shqiptarët në Maqedoni janë piktorë të njohur. Kemi piktorë tepër të mirë të cilët prezantohen bile në përbot, por që në këto vende... Por prezantohen fal aktivitetit dhe angazhimit të tyre personal. Shumë e vërtet. Me forsat e tyre, ndonjëherë të përkrahur nga Ministria e Kulturës dhe kështu me radhë. Po t'jenë si një pjesë e një platforme më të organizuar, siç ishte festivali Fjala Fest, mungon tashmë.
duhet theksuar se ky aktivitet u mbajt në një qytet tepër të zhvilluar evropian, siç është Milano, po edhe organizatorët kishin vënë atë urën e bashkëpunimit me autoritetet lokale dhe regionale të Lombardisë, vetë përfaqësuesja e komunës së Milanos ishte pjesë e hapjes solemne të festivalit, përmes një audio mesazhi u drejtua dhe përfaqësues regional të Lombardisë, të cilët e njihnin punën e dorës së pajtimit. Besmir Rjolli mbi gjitha ishte një aktivist tepër i përkushtuar dhe tepër i kujdesshëm ndaj gjithë asaj që ndodhte brenda klubit Slow Mill ato ditë. Dhe sigurisht që bashkëpunimi nuk ishte munguar edhe nga autoritetet lokale dhe nga shteti shqiptar. Duheshte të jetë pjesë e hapjes solemne dhe ministri i ri i kulturës, por në çastin e fundit një ndrim agjende bëri që i njëjtit mos jetë pjesë e hapjes solemne të aktivitetit, po megjithatë një përfaqësim nga vetë vendasin, nga komuna dhe nga regioni i Lombardisë bëri që ky aktivitet ketë një peshë dhe një përmasa të tillë. Dhe sigurisht që pasi kishte një jehon as të madhe, nuk do të mungoj edhe përkrahje më teshme e autoriteteve lokale dhe regionale ndaj një festivali si që ishte Fjala Fest. Po më thoni, zoti Aziri, është organizuar çdo herë në qytetin e Milanos ose ka pas lëvizje? Ky është edicioni 2 i Fjala Festit. Sigurisht që i treti do të ketë një përmbajtje edhe më të mirë, më të përfshirëse, më të ngritur, më të theksuar, sepse tashmë kanë kaluar 2 edicione dhe sigurisht që organizatorët kanë vënë atë komunikimin me poetët tjerë. Me poetët tjerë, po edhe me vetë vendasit, audienca e cila shkonte në këto aktivitete. Sigurisht që edhe ato kanë nevojat e tyre të ndryshme, sigurisht që do t'u plotësoj organizatori në edicionin e 3 të Fjala Festit. U kisha dashur të jem pjesë atij edicioni, po sigurisht që një herë të marrësh pjesë është e mjaftueshme dhe duhet lënë vendin të tjerëve, sigurisht që do të përkrah dhe do të kisha nxitur çdo njerin që do të ishte i ftuar në një festival të tillë, sepse lën një përshtypje të mirë. Padyshim, ne përmendëm që janë lexuar poezitë tuaja, por që nuk e morëm atë feedbackun për të kuptuar se si u mirëpritën. U mirëpritën nga qytetarët po se po, cilët kërkonin libra. Dhe ishte aty si një, përveç aktivitetet që ndrodhen, kishte edhe si një mini panair i vogël, ku gjithë autorët i kishin librat e tyre, po ishte edhe kjo antologjia e cila ishte mjaftueshme për t'u informuar, për të pasur një informacion për vlerat e çdo autorit që janë përfshirë në këtë antologji, po edhe bisedat, qoftë me përkthyesit italian, të cilët shprehnin një interesim për letërsinë shqipe mbi gjitha, po edhe për poezitë e mia, sepse unë kryesisht isha ndër tradhët që shuaj vetëm poezi, nuk shuaj prozë, po kishte nga vetë përkthyes të ndryshëm, kishte interes se si mund të përfshihet poezia ime edhe në gjuhën italiane. Do të jetë një sfidë imja e mëtejshme, e cila besoj që një ditë do të ketë një produkt që quhet përkthimi i poezive të Lulzim Hazirit edhe në gjuhën italiane. Do të isha i lumtur sepse shoh se tingëllojnë shumë bukur të përkthyera, do të kisha dashur që rimat, a? Rima, do mundesh në një pjesë të na lexosh? Jo, shumë probleme. Kam aq më tepër që si kam edhe syzet për lexim, kështu që do të postoj në rrjetet sociale dhe të kapet ajo në fryma italiane e poezisë haziriane. Po, e fiks. E rëndësishme është që e kanë ndjerë atë frymën dhe ndjenjën që çdo herë përçon në poezitë tua. Sigurisht që ishte një publik me kulturë, ishte një publik i informuar, i cili kishte informacion dhe ishte një publik i lexueshëm, që kishte lexuar, dhe sigurisht që ndjehesha komod në komunikimet me ta,
kryesisht me komunikimet me vetë pjesëmarrësit shtetasit shqiptar që merrnin pjesë në këtë manifestim, sepse ato më interesonin më shumë, se gjithë pjesëmarrësit që ishin pjesë këtij festivali i njohur, përveç një ose dy që i takoja për herë të parë, po sigurisht që ishte një kënaqësi e madhe të bisedosh me lexuesit shqiptar, të cilët shprehnin një interesim, shprehnin një nivel kulture, shprehnin një nivel të informacionit lidhur me zhvillimet kulturore dhe letrare ndër shqiptare. Mos e harrojmë edhe këtë se përveç debateve të ndryshme, siç ishte debati për muzikën arbëreshe, debati për kthimet në gjuhën italiane dhe kështu me radhë, u dha edhe çmimi Fjala Fest për kthimin më të mirë brenda vitit 2025 në gjuhën italiane. E fitoi shqiptar, me siguri. E kam mikë për tash sigurisht që emisionet për librin të çmendur në parajs të Virion Graçit. Kështu që është një motivim për përkthyesit që në të ardhmen të vazhdojnë edhe përkthime, po edhe me autor të tjerë. Po e keni menduar ju, zotja Aziri, që poezia juaj do shkojë kaq larg? Poezia e bën jetën e vet. Sigurisht që kur dikush tjetër e shtytjen e saj, më vjen mirë, sepse nuk jam nga ata që shumë e sforcoj. Që t'jemi pranishëm edhe në gjuhë të huaja, ja kam lënë kohës që ndoshta dikush do t'interesohet, do të shohet të arsyeshme që ti qaset për kthimin të poezive të mia, po i kam shumë poezi të përkthyera në gjuhë të ndryshme, finlandisht, rumanisht, anglisht, spanisht dhe kështu me radhë. Po sigurisht që në gjuhën italiane nuk isha pasur poezi. Ishte një përvojë e veçantë. Ishte një kënaqësi, është një kënaqësi e veçantë për mua, sepse sigurisht që letërsia është një, të kuptohemi. Letërsia e përbashkët është një, po janë përkthimet ata që e bëjnë edhe më të bukur dhe më të pasur. E bëjnë të kafshme për popujt të cilët flasin gjuhë të ndryshme. Gjithë bota nuk flet një gjuhë siç flet letërsia. Gjithë bota flet gjuhë të ndryshme, po janë ato përkthyesit, ato lidhësit, ato urat e padukshme të arta që e lidhin letërsinë me popujt e ndryshme në gjuhë të ndryshme. Dhe pastaj jo në të gjitha gjuhët reflektohet të njëjtë poezia, në disa gjuhë, për shembull, mund të reflektojë ndryshe, më ndjeshëm, ndërsa në gjuhë të tjera më ndryshe, Çështja lingvistike, këtë varet si përkthyesi, se sa arrin që ta kap frymën e një autorit dhe të njëjtën ta përcjell në gjuhën e cilën e zotron dhe e përkthen. Sigurisht që gjuha shqipe me gjuhën italiane ka shumë të përbashkëta, sepse edhe ne si gjuhë kemi shumë dikim nga latinishtja dhe kështu me radhë, dhe sigurisht që intonacioni, tonaliteti nuk është i huaj për lexuesin italian, për ne si shqiptar kur e dëgjojmë në gjuhën italiane. Unë nuk e kuptoja kur përkthyesi, aktori i recitonte poezitë dhe tregimet tona, po sigurisht që ai duke kapur muzikalitetin e gjuhës italiane dhe disa fjalë që janë përafërta edhe në gjuhën shqipe, krijohej atë ndjenjen artistike që të mjaftueshme për mua, për një autor për cilën ai lexonte poezitë e tij. Padyshim. Zotja Azirja, mendoni se festivalet të tilla mund të nxisin dialog dhe mirëkuptim mes kulturave dhe komuniteteve? Do të them se pikërisht ky festival dhe festivalet që mbahen, që quhen festivale ndërkombëtare, duhet ta kenë këtë që e përmendët ju, këtë mision, që pra të lidhin ndërkomunikim kulturor. Lidhja e ndërkomunikimit kulturor bëhet në forma të ndryshme dhe sigurisht që rezultati është për herë pasurim i kulturës personale për të plotësuar pastaj me njohje dhe dhënien, marrjen me kulturat e tjera. Sigurisht që këto festivale duhet të kenë mbi gjitha këtë mision në lidhjen e urave të komunikimit mes kulturave të ndryshme, me qëllim që kultura përhapet edhe më tepër, sepse në jetën e përditshme kemi nevojë, siç duket. Veçanërisht njeriu modern ka nevojë për përmbajtje kulturore, me qëllim që të fisnikrohet paksa nga ky sulm medial
që i bëhet ati në rrjetet e ndryshme sociale, në jetën e përditshme dhe kështu me radhë, sigurisht që kultura e ka këtë mision. Ta fisnikroj qytetarin, ta fisnikroj, ta bëj një njeri më të mirë, më të mendja hapur dhe kështu me radhë. Sigurisht që festivalet e tilla kanë këtë mision. Po pas pjesëmarrjes në këtë festival ndërkombëtar, ndjeheni tani më i frymëzuar për të filluar me projekte të reja letrare? Sigurisht që ajo që më provokoi, plan konkret është përkthimi i poezive të mia në gjuhën italiane. Do të shohim mundësitë cilët janë. Tashmë kam vënë kontaktet edhe me përkthyes të ndryshëm të gjuhës italiane dhe mbetet që të shohim tash edhe mënyrën dhe mjetet për ta përkrahur një gjë të tillë. Nuk është problem edhe një gjë e tillë, sepse ka kanalet ndryshme dhe ka përkrahës të ndryshëm të cilët mund të përkrahin një akt të tillë. Do të isha i lumtur nëse poezia ime gjen veten edhe në shtëpitë e italianëve, përkatësisht tek lexuesi italian. Besoj që nuk do të isha si një alien para tyre, sepse nëse poezia është bashkohore, sigurisht që e gjen edhe vendin e duhur aty ku edhe prezantohet. Bashkosia. Shumë e vërtet. Ju njeni si poet me një stil veçantë ku ndihen ndjesi të thella njerëzore e shpirtërore, ata e keni dëshmuar nëpërmjet shkrimeve dhe poezive tuaja, qoftë në për libra tuaja, qoftë edhe në për statuset ndonjëherë të poezive në rrjetet sociale që i shpalosni. Si ka evoluar, më intereson, poezia juaj ndër vite, dhe sa vite u bën zotja Aziri që i qaseni shkrimit të poezisë? Tash poezi shkruaj, nuk kam nisur shkruaj që nga banka shkollore. Poezi ka filluar të shkruaj në moshën 22-23 Kjo dëshirë ka lindur 22-23 vjeçare, aksidentalisht pas adoleshencës. Kur tashmë isha i formuar, i lexuar, i lexueshëm faksa dhe kisha një kulturë leximi, po kultura e shkrimit është ajo që krijohet me kohë, me praktikimin e të njëjtit, pra të shkruar. Kam botuar para 35 vjetëve librin e parë, Këngalin në vetmi, botuar në ndërmarrjen botuese e Rilindja në Prishtinë, kur ende ishte aktive, për të vazhduar pasaj me botimet tjera, dhe botimin e fundit e kam në vitin 2019, Testament prej mëndafshi, dhe sigurisht që ka ardhur koha, sepse unë i jepem kohës. Siç ndryshon koha, sigurisht që është koha njëtën kohë për ta përcjellë edhe përmes poezisë me stilin tim. Prandaj edhe librat e mi, i pari, i dyti dhe i treti, dallojnë njëri me tjetrin paksa, duke ruajtur atë frymën dhe sinqeritetin tim letrar, po sigurisht që qoftë kur i kalon ca vite, sigurisht që duke lexuar e shes edhe në gjuhë ke ndryshuar. Dhe s'ka si të mos reflektohet kjo pasuri që kam krijuar brenda vetes edhe në shkrimet e mia. Si duket është koha për fani se është koha. Pamerak. Ftohjesh, sigurisht që është koha për një libër të ri, dhe para vitit 2030 sigurisht që do të kemi edhe me një libër të ri. Jam nga ata që botoj rrallë, lexuesit e din këtë, po më vjen mirë që poezitë e mia ende lexohen dhe janë pjesë festivaleve dhe kështu me radhë. Po, a ndjeni se poezia mund të ketë një rol shoqëror të ngrejve dijen, të nxjisë reflektim dhe ndryshim mes komuniteteve? Duhet ta ketë këtë mision. Duhet ta ketë dhe por nuk duhet ta ketë krijuesi atë mision. Ai mision duhet të rrjedhë nga vetë natyrshëm nga vetë puna e tij. Falim. Nga vetë poezia ose tregimet ose romanet e tij. Theksova edhe më herët, poezia, përkatësisht letërsia, është ajo që duhet ta bëjë njeriun më të mirë. Dhe sigurisht që duke pasur këtë mision, që ta ndryshojë njeriun, mos e lë njeriun si përbërje, si përmbajtje që ekziston në natyrë, po duke fisnikruar atë, sigurisht që duhet t'ja hap trurin më tepër njeriut. Duhet ta bëjë njeriun më të ndjeshëm, më të mirë. Unë për herë them, misioni i letërsisë është ta bëjë njeriun më të mirë.
Dhe sigurisht që njeriu që lexon duhet të jetë njeri i mirë. Unë nuk njoh dikën që lexon shumë dhe nuk është njeri i mirë. Shumë vërtet. Dhe misioni duhet vi natyrshëm duke u identifikuar lexuesi me atë përvojën dhe stilin e krijuesit, dhe kjo arrihet vetëm me lexim. Ndaj për herë them se leximi është ajo që e formon njeriu. Nuk është ambienti, nuk është paraja, nuk është vlerat e tjera, por është pikërisht leximi i cili përmes tij mundohesh të jesh pjesë përbërëse e botrave të ndryshme që krijojnë autorët, me qëllim që nga to të dalësh si një njeri tjetër fare, një njeri tjetër më i pasuruar me gjitha ato përvojë që gjena gjithandej. Shumë e vërtet. Po momenti kur shkruan, zoti Aziri, e ke të vështirë ta gjesh momentin e duhur, kohën e duhur dhe reflektimet që merr ndoshta edhe nga përditshmëria? Tash nuk jam nga ato shkrimtarët aktiv. Se ke shkrimtarë që shkruajnë çdo ditë. Po bashkë mu për atë më intereson. Sigurisht që ndjej është ai një impuls i brendshëm si. Edhe ai bëj pas ato intervenime në zemër që i bëjnë kur zemra nuk punon, ja jep përmes baterive, ja jep atë ritmin e tij. Jo vazhdimisht, Sigurisht edhe te unë është një proces i tillë kur e vrej se ka erdhur një kohë që duhet gjithë atë që më mundon, më preokupon në mes dy librave, në kohën në mes dy librave, sigurisht që duhet të ulem dhe të njëjtat tua përcjell lexuesve, sepse duhet të ketë parasysh edhe lexuesit presin nga autorët përmbajtje të ndryshme. Dhe kjo është ajo që është motivim dhe nxitje për autorët, përkatësisht për shkrimtarët, poetët e tjerë, që të ulen dhe të njëjtive tua japën atë hisën që u takon, sepse lexuesi ka hiset e autorit. Përderisa ai është përkushtuar leximit të punës së tij të deriatërshme, sigurisht që ka hise që ta presë edhe librin e ri. Natyrisht. Si gazetar me një përvojë të gjatë në këtë fushë, sa ju ka ndihmuar gazetaria për të gjetë tema në poezinë dhe e kundërta, sa ju ka ndihmuar poezia pastaj në profesionin e gazetarisë? Sa është ndërlidhse? Është një binom që nuk ndërlidhet shumë. Nuk ndërlidhet shumë, realisht. Asa bile e pengojnë njëra tjetrën. Vërtet? Sepse duke pasur parasysh se gazetaria kërkon racionalitetin, kërkon 2 burime, 3 burime dhe kështu me radhë. Qasjen e drejt për drejt, pastaj të me një hershme. A do të kuptohet me çdo kusht tek, a do të lexuesi shikuesi a do të krijojë pasqyrën e drejtë për ngjarjen që ka ndodhur dhe informimin e shpejt. Ndërkohë që letërsia është e kundërta. Letërsia është një produkt vetëm i autorit, i gjuhës së tij. Dhe vetëm kur vjen nga shpirti. Edhe vjen nga shpirti që s'ka të bëjë me racion, s'ka të bëjë me racionalitetin, i cili është kushti themelor në gazetari. Sigurisht që duhet ballafaqjuar me këto dy dukuri brenda meje. Tash si ka rrjedhur ky proces, përderisa ende ulem dhe shkruaj dhe përderisa ende ulem dhe raportoj për televizion, sigurisht që kam arritur që t'i zbus brenda meje këto dy kundërshti, si shumë kundërshti të ndryshme në jetë që mundohen atë t'i zbusin brenda nesh, dhe sigurisht që këtu jam i sukseshëm, do të kisha thënë të i kënaqur me vetveten, sepse kam arritur që të mos ndikojnë njëra tek tjetra. Raportimi im tjetë raportim profesional, përsa poezia jeme tjetë poezi personale, shpirtërore. Po, cila nga këto botë të jep më shumë frymëzim dhe emocion? Gazetaria ose poezia? Poezia është ajo që të jap kënaqësinë, sepse nuk është, poezia është një botë e tanë, gazetaria është një ngjarje që ndodh dhe kalon. Sigurisht që poezia ka atë peshën më të fuqishme, ka bagazhin më të madh, ka traditën më të madhe, ka vlerën më të madhe dhe kështu me radhë. Janë gjëra që nuk krahasohen, nuk e di kur thonë cilën don më shumë, babën a nanën. Janë gjëra që nuk krahasohen, po që sepse i keni bërë të dyat paralelisht. Me të dy duhet të jetosh bashkë dhe kështu që edhe unë jetoj mes kësaj pyetje cilën e don më shumë
dhe arri që të dy t'i mbaj brenda Ti balansoni. Dhe t'i balansoj. Po, zoti Aziri, me që ju kemi nga Gostivari, më intereson se si e shihni kulturën letrare në Gostivar, a ka gjallëri, apo rinjallet interesi për artin dhe librin? Si e vlerëson? Pak, jam skeptik në këtë drejtim, jo vetëm në Gostivar, por kryesisht në Maqedoni, në këtë vend mungon qasja ndaj kulturës. Qasja deri tashme është e dalur boje, e te i kaluar. Sigurisht që pa ndonjë efekt të duhur. Duhet zhvillojmë kultura të reja, politika të reja kulturore, ku nuk duhet të jenë pjesë vetëm artistët, po duhet të jenë pjesë edhe pushtetet lokale edhe pushtetet qendrore, me qëllim që kulturës që japin formën moderne, e cila do t'ishte e kapshme për lexuesin, për perceptorin, për lexuesin, për shikuesin dhe kështu me radhë. Një formë e tillë e tashme e mbajtjes së aktiviteteve letrare, kulturore dhe kështu me radhë, sigurisht që kërkon një reset, me qëllim, një përkushtim, një formë të re të paraqitjes së saj përpara shikuesve dhe kështu me radhë. Kjo çështje lë shumë çka për dëshiruar. Gostivar, për shembull, nuk kemi as klub shkrimtarëve, as klub letrarëve. Biblioteka është në kuadër të një institucioni, të një ndërtese ku s'ka edhe ndonjë hapësirë ku do të bashkoheshin shkrimtarët, nuk ka aktivitete që do t'jetë thirrë të shkrimtarët, qoftë ato vendas të Gostivarit, për shembull. Gostivar ke shkrimtarë të mirë, ke Shazim Mehmetin dhe emra të tjerë të cilët shkruajnë vazhdimisht, por që nuk kanë ndonjë interkomunikim me lexuesit, me institucionet dhe kështu me radhë. Mbetet vetëm çështje kafenesh mes miq dhe debate mes miq për çështje kulturore dhe kështu me radhë. Kjo është ajo që e kemi tash për tash. Urojmë që të ndryshoj kjo, sepse jo vetëm në Gostivar, por në të gjithë Maqedoninë e Veriut kemi mungesë të këtyre aktiviteteve. Nuk po flasim për aktivitete të përmasave sikur në festivalin në Milano, por të paktën të ketë disa aktivitete që mund të jenë tradicionale, aktivitete letrare, sepse vërtet libri dhe leximi është ai që shumë mirë e përmendet më herët, jo as paraja, as pasuria, as profesioni, as gjithçka tjetër mund t'i lë anash kur e ke librin dhe leximin, më konkretisht, sigurisht që mund të arrish edhe suksese më tej, po pa libër askund, a? Aida përmenda edhe më herët. Kemi aktivitete edhe letrare, edhe kulturore, më shumë. Përmbajtja e tyre duhet ndryshoj. Se shohim se aktivitetet cilët në një formë zhvillohen tashmë 20 e kusur vjet. Thuti ka traditë. Nuk është ajo më traditë. Ajo është veç si një ujë që rrinë në një vend. Nuk lëviz me përmbajtje të reja. Ndërkohë që kemi lexues të rinj prej asaj kohe, të cilët presin përmbajtje të reja, nuk janë më ato lexuesit që do të vërshonin sallat dhe do të mbushnin sallat e shtëpive të kulturës për aktivitete kulturore. Tash duhet gjesh forma të ndryshme alternative të kapshme për kohën, me qëllim që ta ofrojsh qytetarin tek përmbajtjet kulturore, me qëllim që kultura ta gjej vendin e saj të natyrshëm në jetën e përditshme dhe në shoqëri. Shumë faleminderit, po e te kalojmë gati se minutazhin, unë nuk naqa në këtë bisedë kaq të këndshme, informuese mbi gjitha, për të gjitha sukseset tua, për pasionin e shkrimit dhe për profesionin e gazetarisë, më konkretisht edhe për festivalin që o mbajt Fjala Fest në Milano. Unë të uroj shumë suksese, shumë shëndet mbi gjitha dhe shpresoj që të na vish prapë edhe me suksese tjera të radhës. Falenderoj për ftesën, por sigurisht që në shtëpinë time unë vi edhe pa ftesë ndonjëherë. Padyshim, do të ishte mirë të vini surprizë. Biseda me juve. Shumë faleminderit. Të dashur